Ju përshëndes të gjithëve, miq të radio televizionit shqiptar, java e 34 të A Bizdet Superiores zbret në fush Vllaznin dhe Pylesin. Dy skuadra me objektiva të ndryshëm në këtë fund sezoni, por ama me një qëllim të vetëm. Sot të dyja duan 3 pikat dhe asnjë version tjetër i ndeshjes. Nuk do të kënaqte asnjë nga të dyja skuadrat. Vllaznia vendi i dytë i zbritur pas humbjes ndaj Elbasanit, tashmë qëndron 2 pikë pas Elbasanit, ndërsa Pylesi në vendin e parafundit momentalisht me kjo renditje është e rënë me 35 pikë, por ende 3 javë nga fundi ka ende shumë enigma që duhen zgjidhur dhe shumë pikpyetje që do të marrin përgjigje në fundin e këtij sezoni në kampionatin shqiptar. Të 5 ndeshjet luhen paralelisht në këtë javë të fundit. Vllaznia sot luan me këtë formacion me Juka Import, Gurishta, Çeliković, Bajrami dhe Jago në mbrojtje, Çato, Droz dhe Kallakun mes fush, Mala, Bala dhe Dodaj. Treshja e sulmit e rreshtuar sot nga Edi Martini, që ndoshta mund të provojë dhe të kalojë në një skemë me 4 në mbrojtje, por gjithsesi gjërat mund të ndryshojnë në varësi të situatave në ndeshje dhe rreshtimit të kundërshtarit. Andi Koçi, gjyqtar kryesor i kësaj sfide, Edlir Malo dhe Felix Kolleshi janë asistent të tij, ndërsa në sistemin VAR sot është Eugene Xhaja, i asistuar nga Adrian Beqiraj. Në krahun tjetër, skuadra e Pylesit vjen me këtë formacion me Ozolc në port, Marko Dimov dhe Bruno treshja mbrojtjes, Kamara dhe Koxhinga krahët e mesfushës, Ade Duro kanë edhe për Gjonin qendër, Pedro Vieira dhe Sergio Emini është dyshja e sulmit e Mireliosës. Është gjithçka gati për të nisur tashmë në këtë duel të sotëm. Luhen paralelisht Vora Elbasani, Teuta Tirana, Partizani Flamurtari dhe Dinamo Egnatia. Nis kjo sfidë me topin e parë që luajnë miqtë me 3 në mbrojtje, siç duket edhe nga vendosja fillimisht e të dyja skuadrave, me Markun që provoi këtë top të gjatë. Rivënia anësore për Vllaznin në plan të parë, Edi Martini në 20 ndeshjen e Pylesit, 9 fitore, 6 barëzime dhe 5 humbje. Jago e kthen prapa. Vllazni me një modul të ri sot, me 4-3-3. Ndoshta forma e ndeshjeve të fundit ka bërë Edi Martinin të ndryshojë. Janë 2 fitore në 5 ndeshjet e fundit në kampionat. Top i gjatë, Dimov me kokë, Kane. Arli për Gjoni. Pasimi drejtë, Koxhi pak i fort, nuk e mbrin më Mokhtar Koxhi. Temperatura shumë të mira sot në Lorobëri, që sigurisht do donim që publiku të ishte edhe më shumë në numër. Skuadra e tyre po garon për titull 3 javë nga fundi i kampionatit. Në një shtunë pasdite, sigurisht mund të ishte shumë i lartë numri i tifozëve vendas në shkallën e stadiumit. Shohim çdo sjell kjo goditje nga këndi. Shkon Klinti Çato. Vjen nërgimi i Çatos. Çeliković në shtyll 2 herë dhe me nuk shkon rrjet. E pa besueshme çfarë ndodh. Qëtë minutën e dytë. Sa shumë i afrohet golit skuadra e Vllaznisë. Goditja me kokë Çeliković tek të dyja shtyllat shkoi dhe nuk e kaloi vijën fatale. Shohim dhe një krosimin, këtë radhë është i ulët, largon për një moment Ade Duro, por Vllaznia është ngulmuese. Çato e nxjerr tek e majta, humb shansin e kryesimit, pasimi i shkurtazi për Malën që provon të kryesojë drejt të Balajt, por largon Bruno. Rivënia anësore, start i vrullshëm i Vllaznisë. Çato, Gurishta.
Prodhon të shman kundërshtarin, pati një prekje, nuk preferon goditjen nga këndi. Gaboj me krosimin Denis Gurishta. Jago e kthen prapa për t'i dhënë mundësi shokëve të skuadrës të rimarrin pozicionet e tyre. Esat Mala. Melos Bajrami. Jago një prekje, nuk shkon tek bala, i top i larguar nga Marku. Tu përplasjet në mesin e fushës, nuk ka faul, lejon avantazhin gjyqtari, Bekim Balaj nuk ja del dot ta mbaj brenda vijeve. Ta shohim edhe një herë. Krosimi i Çelikovic me shumë fat Bylisi në këtë situatë. Goditja e Çelikovic nuk e kaloi vijën fatale. Super shanse që në minutën e dytë. Tu Bajrami me kokë bën më të sigurtën, e largon në rivënjë anësore. Për Gjoni, mes dy kundërshtarëve arrin të fitoj rivënjën anësore. Kamara me topin duar. Kane. Përdon të spostoj lojën tek Mukhtar Koxhi, me kokë Gurishta. Ade duro i vjen nga pas shpine Esat Mala që ja vjedh topin. Drossa. Mala, Kallaku mes linjave, lëviz mirë Qato, ka shumë hapësira, tashmë Dodaj ka shansin, Dodaj, 1-1, Dodaj, e ndal, Ozolc. Tjetër mundësi shumë e mirë. Kevin Dodaj, po shpërdoron në rastet pastra vllaznia. Aksioni i rrjedhshëm me pasime, Kallaku, Qato për Dodajn. Iku mbulimi të Markut me Ozol që bllokoi gjithë rrezën e portës. Vjen arkimi, Balaj për fare pak nuk godet, më pas Mala shkon mbi kuadrat. Kanë parë Mireli Osa në 19 duele ndaj kolegut Edi Martini, ka 7 fitore, 6 barëzime, 6 humbje. Bilanci shumë i ngjashëm. Mes dy prej trajnerëve më të mirë të kampionatit shqiptar. Shohim do aksion Esat Mala. Pasimi drejt Dodajt. Dodaj me shpinë nga porta, përvon të krijojë hapësirë për të krosuar, bllokohet fillimisht nga Marko, më pas Bruno. Në vështirësi bëri më të sigurtën, duke e larguar në goditje nga këndi. Është bllokuar sfida në Partizani Flamurtari, 0-1 për Flamurtarin. Ky nuk është ndaj më mirë për Bylisin. Vjen largimi i Jagos. Shumë i fortë, Kamara që e prek. Ka rivënjë anësore në krahun tjetër. Prekja fundit u e Çelikovic, vetëm rivënjë fundore. Dominim total i vllaznis në këto 8 minuta. 75% mbajtje e topit. 2 zhuajtje në port kundrejt asnjë të Bylisit dhe 4 goditje nga këndi të vllaznis asnjë të Bylisit. Fillimi ka qenë i vrullshëm.
por nuk je doli do ta zhbllokoj sfidën skuadra e Edi Martinit. Dodaj në duelin me Markun, del fitues ky fundit që fiton edhe këtë faul. Shënon dhe Vora ndaj Elbasanit. 1-0. Ky është i lejmi mirë për Vllaznin. Shohim të aksion tashmë. Mala ka shansin, bllokohet nga Bruno. Tjetër mundësi. Për plasje objektivesh dhe sigurisht nëse flamurtari dhe Vora po fitojnë. Kjo nuk është mirë për Bylisin në luftën për mbijetesë, por ama është i lejmi mirë për Vllaznin. Humbja e Elbasanit momentalisht. Dodaj. Mes dy kundërshtarësh i ngeca i top në përkëmbë, humbet. Marko provon të largojë jo siç duhet Kallaku. Pasimi drejt Jagos. Sherif Kallaku. Doryn ndërkohë lejon avantazhin gjyqtari Balaj. 1-0 Vllaznia, rikthehet te goli pas shumë javësh kapiteni. Por ky gol sigurisht do të kalojë në filtrin e sistemit VAR, u duk për një moment sikur edhe nga futbollistët e Bylisit që u duk sikur e lëshuan lojën, menduan gjithë për faul, por ama gjyqtari Andi Koçi nuk kishte vërshëllyer. Nuk shënonte. Prej një faze të plot kampionati Bekim Balaj, goli i fundit ishte pikërisht ndaj Bylisit në ndeshjen e kthimit të çerek finales, ndërsa në kampionat me 27 shkurt ndaj Vllaznisë. Ta shohim këtu, ky është pretendimi i Sergio Eminit për faul. Për gjyqtarin Andi Koçi nuk kishte asgjë. U la avantazhi, Kallaku shërbeu për Balajn, që u bllokua fillimisht dhe më pas me të majtën. Kam përshtypjen që këtu duhet parë dhe pozicionimi i Kallakut përpara portierit, përveç se faul apo jo ndaj Sergio Eminit. Për duket sikur Kallaku nga ky kënd lëviz nuk është se e pengon shikimin e portierit Ozolc. Gjënë se vijon ende. Kontrolli në sistemin VAR apo goli është konfirmuar. Shohim, kam përshtypjen që gjyqtari do të shkojë ta shoh. Shohim tashmë. Faulin ndaj Sergio Eminit, fillimisht pika e parë dhe ndoshta mund të kemi edhe një kontroll për pozicionimin e Kallakut përpara portierit, por është po shihet për faulin, me sa duket ndaj Sergio Eminit. Zjatja e këmbës e Kevin Dodajt. Shohim, e ka marrë gjyqtari vendimin me gjas goli nuk do të vlej, por të shohim. Goli nuk vlen, anullohet. Ka faul në sulm të Kevin Dodajt. Rikthehemi në 0-0. Ade Duro. Pasimin drejt Kamara jo si duhet. Thuaj se nuk është në fush fare Bylisi në këto 12 minuta, po e vuan shumë fillimin e vrullshëm të Vllaznisë për Gjoni. Fintja Kamara del mirë, shikoni sa hapësira ka tashmë Bylisi. Kamara shtyn përpara, është në qendër e Mini, bllokohet mjaft mirë nga Erdenis Gurishta. Gabon Gurishta në pasim, Marku vjen bala i provon të rikuperojë për shkakton faul. La avantazhin gjyqtari, Marku drejt Kamara. Aurel Marku për Gjoni. Gabon tërësisht në këtë pasim.
Me kokë dhe njerë, Aurel Marku. Balaj. Gurishta. Arrin të rikuperoj skuadra e Bylisit Koxhi. Në këtë sezon, në kampionat, në 3 faza, bilanci është i barabartë, nga një fitore secila dhe një barazim. Në fazën e dytë, ndërsa 2 skuadrat janë ndeshur dhe në çerek finalet e kupës, ku Vllaznia e ka mundur si në Ballçë ashtu edhe në Shkodër të këto 2 ndeshjet në kupë. Vllaznia që u eliminua nga kupa nga Dinamo në gjysmën finale pas humbjes 0-1 në këtë stadium. Me atë gol të Devi Bregut. Dinamo Ignatja do të jetë edhe një finale e kupës së Shqipërisë. Për Vllaznin objektivi i vetëm tashmë në lojë fitimi i titullit kampion. Me rezultatet momentale qëndron 1 pikë pas Elbasanit, vendit parë. Esat Mala, Qato, Kallaku nuk e zotëron dot Përgjoni, përvon të nxjerrë Bylisin përpara. Kamera hapet në krahun e djathtë, Përgjoni vion ta mbajë vet topin. Përvon pas korridorin e mirë drejt Pedro Vieira. I afrohet më njëherë Melos Bajrami që ja merr topin saktë pa faull. Jago e ndërlikoi pak sa situatën, por arriti të pasonte. Dodaj tashmë jap rrugë topit mjaft mirë, pasimi drejt Balet që e prek pak Esat Mala, preki me dorë Ade Duros. Goditi dënimi. Gurishta. Është bllokuar sfida dhe në kryeqytet. Dinamo kalon avantazh dhe Ignatias. Kenektu. Ade Duro, Përgjoni. Pasimi drejt Koxhi. Jago ja del të rikuperoj. Pasimi drejt Qëndrës që përplaset në këmbët e Dodaj që ishte me kurriz nga Jago. Gjithsesi gabon Bylisi, dhuron këtë rivënjë anësore. Gurishta. Kallaku. Pasimi drejt krahut të djathtë, Esat Mala. Pati vështirësi për ta kontrolluar, vjen Bruno që largon edhe një herë në rivënjë anësore. Gurishta, prapa tek Kristian Dros. To përpara i gabuar Dimov këtu që gabon. Largon në rivënjë anësore, e nis me shpejtësi Vllaznia. Balaj. Nuk mbyllet rekëndshi mes tij dhe Qatos. Ade Duro. Pedro. Ka faull ndaj portugezit, shkaktuar nga Melos Bajrami. Dros e kthen prapa Çeliković, qetësisht me kokë tek Jukaj. Mungojnë sot Pols dhe Krymi. Mungesë të rëndësishme në sulm tek Bylisi, dy qendërsulmuesit Olavio dhe Fokam.
po ashtu për ndreca. Edhe I ka pasur një dëmtim, nuk është në 100%, nuk luajti ndaj Teutës, edhe sot është në stoj. Kallaku. Mbet topin Kene për Koxhi. Adeduro. Adeduro nuk e ndjek Pedro. Gurishta. Topi shkilmuar nga Jukaj. Esat Mala. Melos Bajrami. Pasimi drejt Dodajt që e mbrin Andre Jago. Nuk shkon e vertikalizim për Qaton. Kane. Arli për Gjoni. Edhe një drejt Kane se gabon Qato. Topi gjati Marko tashmë. Edhe I gabuar, por Bajrami luan thjesht për të mos rrezikuar, e largon në rivën janësore. Kene. Mukhtar Koxhi. Për Gjoni. Për Gjoni nga distanca. Jukaj e kontrollon. Ka dy fishuar rezultatin Dinamo dhe Ignatias. Vijojnë Partizani Flamurtari 0-1 me golin e Bolzan dhe Vura Elbasani 1-0 me golin e Dario Dakës. 0-0 rezultati në Teuta Tirana dhe në sfidën tonë. Balaj. Ka një faull të shumë godi e dënimi për Vllaznin. Fakti që qëndron Gurishta tek topi do t'jetë një krosim drejt zonës. Vjen në drejt shutës dytë Çelikovic. Vetëm sa e preku, pa mundur do ta kthente drejt qendrës për ndonjë shok të skuadrës. Rivënje fundore. Pak I fort ki top nuk mbrihet nga Bekim Balej. Omar! Kontrollon mbrapa shpinën, kontrollon mbrapa shpinën, jep bosh, dhe jep topi çka ke portieri. Gjithë dëgjuat kritikën ndaj Aurel Markut, tekniku Josa. Omar! E këtë topin aty, e këtë topin aty, e këtë topin prapë aty, e fitojnë ato topin direkt. Shire kontrollon mbrapa shpinën, dhe jep bosh. Vjen topi gjatë drejt Eminit që e ullë më pas se djatha e Pedro Vieira shkon larg kuadratit. Shumë I irrituar duket dhe Edi Martini në mimikën e tij me të tjetë. Duket si kur ka rënë pak tempo e vllaznisë me një marsh më pak tashmë në këto minutat fundit pas atij fillimi shumë të mirë ku prodhoi dy rastet pas trashëgimit me Çelikovic dhe Dodajn. Shohim këtu të top gjatë drejt e Esat Males, pozicioni I rregullt, provon ta kthej për Balajn. Largon Dimov I vendosur mirë.
Vjen largimi drejt zonës. Marku me kokë, më pas gabon për Gjoni. Dodaj. Pasimi drejt Kallakut në vështirësi. Kallaku e ruan zotrimin. Provon Gjibalajn, jo si duhet, largon Adeduro më pas. Në një zonë ku ndodhet i vetëm, Melos Bajrami, ka bërëzuar Partizanin ndërkohë ndaj flamurtarit. Gabon Vllaznia. Pedro. Për Kamara. Kamara drejt qendrës Adeduro, gabon në goditje. Marku që e kthen qetësisht tek Ozolës. Rokat në sfidën Partizani, flamurtari shënulluar goli Partizanit dhe flamurtari ka shënuar të dytin 0-2. Adeduro. Pasimi drejt Kogjis. Ka kaluar topi për te vija Sansore. Aurel Marko. Gurishta. Male që nuk e merë si çdo donte. E largon Dimov në rivendjen anësore. Dalet tu kryesimi i Qatos, do të kemi tjetër goditje nga këndi. Vjen nërkimi. Regohet më pas në rëmuje sipër është Bruno ai që nxjerr topin nga zona. Koxhi. Është i shpejt, shtym përpara, fiton metra Koxhi. Top drejt zonës, për fare pak nuk goditi Sergio Emini. Kërcënuar zbyllisi. Këtu pasimi drejt males është i fortë. Ka një problem për Esat Malen. Ka i moragji. Sigurisht do duhet mikuar. Dorsa ne shohim dhe një reaksionin galopimin e Koxhis, krosimi i mirë drejt qendrës. Nuk e gjeti siç duhet kohën topit Emini. Kamara. E kthen prapa tek Osman Kane.
pas shumë javësh i përdorur si mbrojtës i djathtë, me këtë ndryshim skeme rikthehet sërish në pozicionin e numrit 6 Kane përpara mbrojtjes Kamara. E kthen tek Dimov. Humbet topin mbyllësi, Çeliković për Gurishtën. Top drejt zonës, largohet nga Dimov. Hey! Hey! Kom in! Hey! Hey! David! Okay! Down! Down! Kamara. Pedro. Riviton topin pa faull, Vllaznia. Hey! Pedro! Hey! Pedro! Andrejago për Gjori. Ke një faull fituar nga ai. David! Hey, where you go? Where? There! Marku që shkëlmon fort drejt sulmit me kokë Bajrami, bale nuk e prek Dimov, e largon në rivën njanësore. Dueli i fazës dytë, i luetur në këtë stadium, mbyllej në barazim 1-1, shënonte Kallaku një super gol nga goditja e dënimit, barazonte në pjesën e dytë Ibrej Mustafa, që nuk është më pjesë e mbylljes, si kujtojmë u transferua në janar në dyshe së bashku me Malomën tek Dinamo. Diku ka bërëzuar Elbasani në sfidën ndaj Vorës. Çato. Kallaku vjen e djathta, topi devijuar. Tjetër goditje nga këndi. Të shumta në këtë pjesë të parë për Vllaznin. Aja në cilën ju afrua më shumë golit ishte padyshim shtylla e Çeliković në fillim. Vjen Harkimi, Ozolc grështon, Kallaku. Provon të kryesojë edhe një herë, largohet me kokë, më pas provon mbylljesit nis kundër sulmin. Jago është ai që rikuperon më një herë. Dodaj. Një futbollist më në formë të Vllaznisë, Kevin Dodaj në këtë javë të fundit. Çato. Edhe një për Dodajn. Jago. Shel lëvizjen e Kallakut, nuk e gjen siç duhet. Kamara që largon drejt sulmit. Pedro, janë në 2-3.
Është Emini vetëm zonë pret përforcime. Shërbimi drejt Kamaras. Vjen dhe Koxhi me shpejtësi nga e majta. E vonon pasimin Kamara, luan shkurt me atë Duron. Edhe një herë tashmë për Koxhi. Vjen ndërkimi i Koxhi, del Jukaj që zotron pa probleme. Čeliković. Jako. Kevin Dodaj. Tu, fauli. Christian Dros nuk ka sjellëzuar. Për faul gjyqtari kanë përshtypjen e çelëve njanësore. Ta shohim. Ka rrezikuar shumë Christian Dros. Taka nuk është se ka qenë rrafsh me fushën, ka qenë lartë. Sigurisht minimalisht faul dhe duhet akordohej nga gjyqtari dhe kartoni verdh kanë përshtypjen. Kërkohet ndihma e stafit miksor. Këto janë ultrasit e Vllaznisë. Me ndihmën miksore tashmë. Pedro. Ta shohim nga një tjetër kënd. Fauli Christian Dros. Pedro Vieira që del duke çaluar. Ndjen shumë dhimbje me sa duket portugezi. Nis loja me këtë rive njanësore. Arli Përgjoni fiton këtë faul. Janë dy topa në fushë, duhet të largohet njëri për të nisur me këtë goditje dënimi, arkimi i Kamaras. Me kokë fillimisht Bajrami. Do të kemi rivën njanësore që i përket Bylisit. Jo, më sa duket ka ndruar mendim gjyqtari. Edhe mua më krijoi ide sigurisht se Bajrami që të vionte me kokë, por e nis shpejt Vllaznia tashmë këtë rivën njanësore dhe po ai shpejt u mbet dhe topin, provon ta rikuperojë Adel Mala. Qato drejt qendrës gabon Adeduro. Mes dy lojtarësh arrin shërbimi për Osman Kane, që e largon në rivën njanësore. Vion tjetër i shtrirë në fushë Kane, loja vazhdon. Balaj me një prekje për Qato, sa bukur më pas Klinti Qato. Shumë fort, larg kuadratit. Pasimi i Balajt ishte perfekt, ndoshta një parabole lehtë mund të ishte më efektive në këtë situatë se sa një goditje aq e fortë e Qatos nga ish pranë portës me portierin që thuajse i ka mbyllur të gjithë rrezën e portës. Sërish është shtrirë në mesin e fushës Pedro Vieira, duket e pamundur vijimi i lojës për të.
Një faull dëshmë në favor të Bylisit. Top drejt zonës del Jukaj. Në sfidat e tjera, ndryshim rezultati vetëm në ajrin e demave, ku Bytyçi ka shënuar Partizanin 1-2 për flamurtarin sfida. Kene. Bruno. Jago. Pasimi drejt malës pak i fort. Shumë Dimov që largon top drejt zonës Kane që nuk ka larguar siç duhet, edhe Drost nuk e ul mirë. Shmarku dashmë që largon Andre Jago, nis nga e para aksioni i Vllaznisë. Jago fiton vetëm rivënjë anësore. Top drejt zonës, se devijuat fillimisht, më pas Dodaj nuk godiste dot, Shkodxhi që largon Emini. Duel me 2 mbrojtës e humbet topin. Esat Mala. Ka faull ndaj tij. Ky është faulli i Brunos. Vjen largimi i Gurishtës. Bruno që nuk e ka larguar siç duhet, topi mbetet ende në zonë. Melos Bajrami ndërmuje si, por nuk shkon topi te Kallaku. Kamara përfiton, por nuk i nis dot përpara të tijet. Do duhet mjaftohet me rivënjë anësore. Ibrahima Demola do të aktivizohet tek Byliesi, kam përshtypjen që Pedro Vieira e mbyll këtu sfidën. Çeliković. Gurishta. Mala. Gurishta. Bekim Balaj. Për Kallakun që e lëshon shumë topin nga këmbët për të mos e mbritur më Sergio Emini. Emini provon shmang dhe Bajramin, por nuk ja del dot. Mbyll mirë Melos Bajrami, që tashmë provon të fitojë këtë faull me zgjuarësi dhe ja del mban. Melos, luaj, Melos. Dros, change daj, dros. Bruno. Ozol si që është Kilmon. Kallaku. Kevin Dodaj.
Doda i shman kundërshtarin, Doda më pas drejt qendrës. E sa të Mala apo jo, me sa duket për gjyqtarin nga qenë Mala. Ai që ka goditur ka qenë tia prekja e fundit, nuk ka goditje nga këndi, pavarësisht pretendimeve të Malës. Doda i që shpang Markun dhe fut mirë topin drejt qendrës. Ka përshtypjen që ka pasur drejt Mala. Mund të ketë qenë mbrojtjes largimi i fundit. Gjithsesi, ishte edhe një këndore. Pa dhënë rivënjë nësore dëshma. Kemi hyrë në minutën e fundit të kësaj pjese të parë. Shtërhequr për momentin, futja e Ademolës, kam përshtypjen që Josa ndoshta preferon ta bëj pas pushimit zëvendësimin përpara nëse gjendja e Pedro Vieras përmirësohet dhe ja del shtrëngoj dhëmbët e skuadrës. Qato. Pasimi drejt Dodajt, mbyllet nga Marku këtë radhë. Kamara. Kamara ka rivënjë nësore. Përse një futbollist i Bylisit qëndron i shtrirë në fush. Ka 3 minuta shtesë në fundin e kësaj pjesë të parë. Dhe shoh pirotekniki i ultrasve të Vllaznis për të karikuar sa do pak. Skuadrën. Qato për Kallaku. Vënd gjej balajn Bruno me kokë më pas Dimov. Është vendos lojën tek Mukhtar Koxhi. Kane atë duro që nuk e kontrollon dot me Gurishën që rikuperon. Sherif Kallaku. Ka bon Kallaku në pasim për Gjoni. Me të parën, përvon të shërbeje Minin. Mala. As për Qato dhe as për Balajn në pasimi ti me kokë. Koxhi. Kane. Faul në favor të Bylisit, është e zauruar gjysma e kohës shtesë. Prej minutash nuk prodhon më një rast të shënimi i kjo sfidë. Gurishta. Atë duro tashmë. Arli për Gjoni. Kamara. Ka një faul ndaj Kamaras. Pedro. Pasimi drejt Koxhi. Koxhi nduri me Gurishtë, futet mirë zonë Koxhi. Më pasi devim shtyllën e parë nga e Çelikovic që vijon aksionin krahun tjetër. Aurel Marku, me zdukun dështarësh egzageron me triplimet e tij humbet topin. Dodaj ka mundësinë e kundër sulmit në pak sekondat mbetura në këtë pjesë të parë, por është i vetëm ai dhe Balaj. Dodaj përvon të bëjë gjithçka vetë, por Kane arrin ta mbyll. Bruno. Në vështirësi del nga situatë, më pas pasimi drejt Pedros dhe mbyllet këtu kjo pjesë e parë 0-0 mes Vllaznisë dhe Bylisë, sigurisht shumë më mirë Vllaznia në këtë pjesë të parë, sidomos me atë 15 minutësh të parë që ishte asfiksues, ku prodhoi rastet pastra me Çelikovic dhe Dodaj, më pas edhe një rast i mirë i Qatos, thuajse vetëm me portierin.
Vllaznia që dominon në të gjitha aspektet, por nuk ja ka dalë dot të realizoj një gol në këtë pjesë të parë. Një pushim i shkurtër, miq të Radio Televizionit Shqiptar dhe pas pak sërish bashkë me pamjet nga pjesa e dytë. Sërish bashkë, miq të Radio Televizionit Shqiptar, bëhemi gati për pjesën e dytë mes Vllaznisë dhe Bylisit. Fraksioni i parë i lojës i mbyllur në barazim 0-0 e nis me dy zëvendësime. Siç duket, skuadra e Vllaznisë, Eslit Sala dhe Murataj do të jenë në fush, kanë mbetur në dhomat e zhveshjes Kristian Dros, po ashtu dhe Klinti Qato. Leguen Dros dhe Qato në lojë Sala dhe Edon Murataj e bën pak më sulmuese me Murataj tashmë skuadrën Edi Martini. Shohim se sa efektive do të jenë këto dy lëvizje në fillimin e kësaj pjese të dytë. Vion tjetë në fush Pedro Vieira, që më së duket e ka lënë pas atë dëmtim. Ka nisur kjo pjesë e dytë me topin e mbargjëluar në vendasit Çelikovic. Vion me të njëjtin rreshtim me 4 në mbrojtje, nuk e ndryshon Edi Martini në këtë sfidë. Ndryshe nga 3-5-2 që na ka mësuar gjatë gjithë sezonit, se këtu Bruno duelin me malën, arrin të largoj topin. Murataj. Jago, drejt balajt, e ullë për Muratajn, mjaft mirë. Vjen Malja, Sala, Malja dhe njerë, Kallaku. Të kombinime në zonën ngushta, sërish të Malja që udhëheq topin dhe ndalet me faul. Do të kemi goditje dënimi. Faulja dhe Duros. Tukshëm këtu Malja me një goditje nga De Duro. Shohim se Kallaku do ta surprizojë sërish Bylisin. Pak a shumë nga njëjta distancë, metrash shënonte në fazën e dytë në këtë stadium. Vetëm se në portën tjetër shuhet për goditjet nga distanca Kallaku. Vendos 4 futbollistë në murin mbrojtës Ozolc, niset Kallaku, vjen e djatha këtë radhë, ndalet nga muri mbrojtës, mund vijojë aksioni. Bala e godet, bllokohet më pas e djatha tjetër për t'u harruar e Kallakut. Loja është ndalur ndërkohë. Pasi ka probleme për një nga futbollistët e Bylisit, kanë përshtypjen Bruno. Kërkohet me urgjencë ndihma e mjekut. Bruno duhet këtë marrë goditje në kokë. Ta shohim nga përsëritja për të kuptuar më qarta nga goditja e fortë e Kallakut. I ka ndalur me kokë. Janë pamjet nga tribuna kryesore. Loro Buricit 3 javë nga fundi. Një me 0 është duke mundur Elbasanin dhe Ivorës. Dhe Vllaznia dhe duhet se vetëm të shënoj një gol për që për momentin sërish e para në renditje, por shumë gjëra mund të ndryshojnë në këtë pjesë të dytë, me të 5 sfidat që luhen live e transmetohen në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar. Do të jemi më pas me Enos Karço në Super Gol në RTS Sport, me gjithë trajnerët, me të 5 stadiumet live, me këtë transmetim special të Radio Televizionit Shqiptar, që do të vijojë edhe në 2 javët e fundit me të 5 sfidat që luhen në njëjtin orar. Andrej Jago.
Gurishta. Pasimi drejt e Satmalës. Gurishta sërish pozicioni i rregullt për Melos Bajramin. Zona e kryesimit vjen arkimi devijohet në përgjoni, më pas pale përvon ta ul për Dodajn, Marku largon më pas Murataj. Shumë larg kuadratit e djathta e tij. Rivënjë Ansora. Me topin duar Kamara tashmë. Sala për Çelikovic. Me Kokane edhe një vllaznia që rikuperon Kallaku. Gaboi pasimin por me fat ju rikthye topi sërish. Dodaj. E lë për Murataj. Murataj lëvizja e tij ka përballë Dimov për von Tarkoj, Ozolce zotron në duar përpara balajt. Koçi. Përvon ty mes dy kundërshtarësh, ndalet me faul. Vjen largimi i Pedros. Edhe një mbytysi me Osman Kane. Top adresi i që shkon drejt e nduar dhe Jukajt Gurishta. Përvëngjej Muratajn, marrja e mirë e tij, por balaj nuk ishte aty pranë. Gjithsesi topi mbetet në zotrimin e vllaznisë. Çelikovic përpara, Murataj ul për Bekim Balajn. E mbron topin Balaj, Kallaku më pas nxitohet se gabon. Dukshëm jo në ditën e tij më të mirë Sherif Kallaku me shumë gabime në pasime. Gurishta. Esatmala. Çelikovic. Bajrami. Dodaj. Ka dy kundërshtar pranë, përvon ta dërgoj drejt zonës, largon Dimov. Do rivënjë ansore. Kallaku i merre topi nga ana e Kamaras. Përvon nis kundër sulmin, Kamara shtim përpara, Emini nuk e shërben Kamara. Dhe sigurisht për të mbajtje me duar nga prapa e slit Sala ndëshkohet me karton të verdh. Kartoni verdh i marr me dëshirë të plot, ndali një aksion premtues. Tu topi përpara, por kam përshtypjen pozicioni është i parregullt i Eminit, vjon loja momentalisht për zbatuar protokollin VAR dhe dëshmon ngrihet lart flamuri. Edhe një pozicion i dukshëm i
Sergio Eminit. Kamara. Murata e rëmben topin Vllaznia. Do të shtyp përpara Murata e pasimi drejt Balajt që nuk e kupton, ishte me shpinë nga topi. Ideja e Muratait ishte e mirë. Atë duro, shikoni sa hapësira ka aty në zemër të mesit fushës për Përgjonin, që shpërndar lojën tek Vjera. Vjera spostohet në qendër, Vjera gjithmonë e lë për Përgjonin, e humbet shansen e goditjes Përgjoni dhe gabon djallos gjithçka. Vetëm rivënje vendore. Ishte një aksion që mund të përfitonte Byli, si kishte shumë hapësira në mbrojtjen e Vllaznis. Kishte një ndek të madh mes fushës dhe mbrojtjes, shumë hapësira aty që nuk u shfrytzuan nga Vjera dhe Përgjoni. Bruno. Rashket u mbet ekuilibri, nuk ka faul, tashmë si realizon për faul. Gjyqtari, faul në favor të Balajt. Pasi u mbet ekuilibrin, mbajti shkak të faul ndaj Balajt. Çeklikovic përvon të ndrojë krahun e lojës drejt Jagos. Me të parën pasimi Jagos për Edon Muratajn. Duelin me Markun, fitohet nga ky i fundit. Pasimi në qendër Vjera. Vjen Koxhinga e Majta. Është Pedro që pret në zonë. Dalet nga Çelikovic, ai arkimi i Koxhis. Kallaku. Drejt Bekim Balajt. Marrja e mirë e Balajt. Përvon Gjej Malën, sprakata e Dimov, rivënja anësore për vendasit. Murataj. Ergon Përgjoni. Sala. Kane. Provon të nxjerrë Bylisin përpara, gabon edhe një herë këtu këtë radhë Mini. Gurishta. Çelikovic. Rrezikon me pasimin për Kallakun që gjithsesi e menaxhon atë situatë vështirë. Esat Mala. Mala provon të shty vetë përpara, lë për Dodaj. Gurishta. Çekullimi gjatë topi, Bajrami për Eslit Salën. Jago. Kallaku. Shikoni çfarë lëvizje nga Dodaj, fantastik. Çelikovic për Esat Malën. Shkon fundore, përvon ta kthejë drejt qendrës, bllokohet nga Dimov. Tashmë ndalet loja sepse Dodaj ka mbetur i dëmtuar në momentin e atij veprimi magjepsës. Çelikovic. Sala. Pasimi drejt Malës. Murataj.
Lërin Koxhi për një moment. Topi kthyer prapa nga ana e Bajramit. Murataj. E kthen edhe një herë tek Jukaj. Çelikovic me forcë përpara. Dy zëvendësime edhe tek Bylisi. Wallison dhe Stoilov. Legohet Sergio Emini për Wallison. Largu edhe atë duro për Stoilov. Bajrami. Dodaj. Mes duan shtarëve bllokohet si merret topi, por ka kaluar për te vija sansore me sa duket rivënia I përket Vllaznis. Bajrami. I lezueshëm pasimi I tij, por nuk përfiton dot Bylisi. Çelikovic. Pasimi drejt malës, drejt qendrës, edhe një Çelikovic në zonën balaj që nuk e prek dot. Bruno Kane me të parën, pasimi drejt Kamaras. Stoilov. Wallison kontaktin e parë me topin për Gjoni. Stoilov sërisht. Wallison vështirësi, mbe topin shkakton dhe faul. Murataj. Lën vend për Gjonin, mjaft mirë Murataj. Dodaj. Duelin me Markun, mjaft mirë Dodaj, harkimi drejt zonës për Esat Malen që pretendon për marrje me dorë të Koxhis. Vion aksionin në Bylisi kundër sulmi me Pedro Vieira, duelin me Melos Bajramin. Mjaft mirë Bajrami. Vjen pretendimet për prekjen me dorë të Koxhis. Ta shohim nga ky plan I përsëritur. Nuk asgjë. Dukshëm në gjoks ka vijuar dhe loja me njerë. Sala. Çelikovic. Bruno me kokë. Koxhi. Wallison. Duelin me Gurishtën, pa faulje merr topin Gurishta. Pasimi drejt Dodajt pak I fort, I jep mundësinë Dimov për ndërhyrë saktë. Kamara. Pasimi drejt Pedros, duelin me Salen që ka një karton verdh dhe Pedro futet në zonë mjaft mirë. Pedro në shtyllë, më pas Wallison! Sholo Bylisi! Minuta e 64. Vllaznia 0, Bylis 1, Wallison. Ndodh befasia në Loro Guriçi.
Mjaft mirë Pedro Vieira. Ta shohim dhe njërë golin. Kamara për Pedro. Që fiton duelin e shpejtësisë me Salën. E lë pas, provoj ta zgjidhte vetë, u ndal nga shtylla sepse Jukaj mendoi për pasim e më pas Wallison. Është lëvizja fituese e Josës. I futur pak minuta më herët fush, shkonte goli. Vion edhe në të javë të 34 ecuria më e mirë e skuadrave të fundit të tabelës. Hajde Fali! Hajde Fali, strong! Flamërtari po fiton, Byllisi po fiton, ndërsa Vora është në barazim për momentin dhe Elbasanit, ku dhe jo kuresonte. Murataj, drejt palet për vetë gjente, por nuk ka as koditje nga këndi për gjyqtarin. Bëhet gati Tafili për Vllaznin. Andrej Jago. Detyrohet ta kthej prapa. Sala. Çelikovic, që nuk e merr siç duhet topin. Murataj me kokë. Ka rivënjë anësore. Edhe Gjinin loj. Dy zëvendësime me njëherë Edi Martini. Rivënjë gjatë Çelikovic, balaj për Kevin Dodajn. Marku që e ka larguar në rivënjë anësore dhe pretendon se ka marrë një goditje që e ka lënë të dëmtuar. Po ndjen shumë dhimbje, pakte nga sa lexohet nga gjuhë e trupit. Të shohim. Dukshëm e ka shkelur Dodaj pa qëllim sigurisht. Është momenti i zëvendësimeve. Largohen Jago. Dhe të shohim kush tjetër. Largohet dhe Çelikovic. Për Gjinin. Gurishta. Pasimi gabuar. Edhe një Byllisi me Kamara në krahun e djathtë. Marku. Vjen Kane, shkon drejt për Gjonit topi. Pozicioni që qenë i pa rregullt i Përgjonit.
Gurishta. Go, Koji, go, 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 go! The foul! Luan shkurt me Satmalen. Sala. Për Kallakun. Dodaj. Shumë sulmuese tashmë Vllaznia. Sigurisht nuk ka asgjë për të humbur. Kamara për Petron. Karive njënësore. E rikuperon topin Vllaznia, Sala për Kallakun. Tu Marku arrin të mbyll Dodajn për një moment, por ngulmues Dodaj. Kallaku. Dodaj. Edhe një herë drejt Sherif Kallakut në vështirësi, del bashkë me topin jashtë zhvillës fundore. Marku në vështirësi, largon drejt krau tjetër, ku Koxhi provon të shmangë rivejnë ansore, humbet topin, dhe Satmala. Pasimi shkurt për Muratajn. Gurishta. E lë për Muratajn, prapa tek Sala. Preferon një pasim në krah tek Bajrami. Dodaj. Vjen nërgimi i Dodajt, nuk mbërrin Mala. Ka shënuar sërish Vora, veç 2-1. Dhe Elbasanit. Vetëm Tirana nuk përfiton nga skuadrat e fundit të klasifikimit. Dhe me këto rezultate, Tirana dhe Flamurtari janë dy skuadrat që bien. Mendalis sigurisht ka ende shumë minuta në përfundimin e këtyre sfidave, por edhe 2 javë të tjera. Tu Gjini. Nuk e ka larguar siç duhet, vjen Sala. Kamara. Murataj që ja merr topin. Sërish Murataj. E lë për Sherif Kallakun. Bukur provon të gjejë edhe një herë Muratajn, por ndërhyrja e Brunos. Stojlov e kthen prapa, presingu i Balajt, Ozol që shkelmon drejt mesit fushës. Gurishta me kokë. Bruno. Gabon, pa adres topi i tij. Fiton të goditje nga këndi të shmë Vllaznia. Ka 2 futbollistë të dëmtuar. Si Kamara, ashtu edhe Melos Bajrami që janë përplasur me njëri tjetrin.
asgjë serioze për të dy. Tashmë do të kryhet goditja e këndit. Vjen nërgimi i Dodajt drejt Gjinit, që nuk e kthen dot as në portë dhe as drejt qendrës, vetëm rivënje fundore. Do të kemi ndërim tashmë. Tashmë është momenti i Ibrahim Ademola Akibu. Largohet Pedro Vieira. Një zëvendësimi i projektuar që në pjesën e parë, kur Pedro po ndjente shqetësime, por ja doli të shtangoj dhëmbët dhe ishte deciziv tek goli i Bylisit, merita absolute ishte e tija. Probabilizon ishte shumë e thjeshtë me portën thuajse të boshatisur. Në lojë Ibrahim Akibu Ademola. Stolov. Kane përvon të dërgoj për para, drejta Demolës. Sherif Kallaku. Pasimi drejt Dodajt që është i shpejt e mbrin. Ka përball Dimov, vjen harkimi drejt zonës, jo siç duhet për balajn. Kallaku mund godas, ndalet Kallaku fillimisht, më pas Dodaj. Përvon të hynë driblim ndaj Kamaras. E le për Bajramin, harkimi i Bajramit, pak i fort. Dueli shpejtësisë me Skoxhi dhe Malës. Ka një faul në dëm të Esat Malës. Flamurtari ka shënuar dhe golin e tretë dhe Partizanit. Ndërkohë ka shënuar dhe Tirana. Ka shënuar dhe Tirana në minutën e 76 në lojë Kubazi për Malën. Gurishta. Vjen harkimi. Gjini me kokë sponda drejt qendrës, jo siç duhet drejt Dodajt. Tashmë e largon për Gjoni. Tashmë bëhet edhe më intrigues fundi, sepse përveç Flamurtarit, Vorës, Bylisit dhe Tiranës që luftojnë për javësh, tashmë zyrtarisht në krah për mbijetesësh dhe Tehuta. Me këto rezultate, është vetëm 38 pikë tashmë Tehuta, po ajsa Tirana dhe Bylisi. Vora 36 pikë dhe Flamurtari 35 pikë. Rënditja momentale dhe javës tjetër është Flamurtari Tehuta, do të ishte duel direkt. Gjithmonë nëse këto rezultate që janë deri tani qëndrojnë në fuqi, shtohet dhe Tehuta në listën e skuadrave për të rënë, tashmë bëhen 5. Tafili. Sherif Kallaku. Edon Murataj. E lëshon shumë topin nga këmbët, provon të rifitoj, por shkakton faul. Ka shënuar sërish Vora. 3-2 për Vorën dhe Elbasanit. Edhe Vora shkon tashmë në 38 pikë. 4 skuadra me 38 pikë dhe Flamurtari me 35. Flamurtari që tashmë ka siguruar fitoren, ka shkuar në 1-4 ndaj Partizanit. Gurishta. Kubazi.
Ground tjetë Bajrami për Elmando Gjinin. Walison. Pasimin dhe Stojlo Vjosish duhet Kupazi për vënd Nizbala, impengohet Gurishta me kokë, Elmando Gjini. Pasimi drejt kraut të djathtë. Tafili. Përvon të arkoj, plëkohet fillimisht, më pas Gurishta avion aksionin e vllaznisë. Top drejt zonës, drejt Dodajt. Duelin me Kamara, karive njënsore, qirë për këtë shkodranëve. Bajrami. Vjen arkimi, i larguar me kokë për një moment, se Gurisht avion të insistoj vllaznia. Tafili. Dodaj, përvon gjej pa kapsir për të goditur, i blokohet, se djathta. Kubazi. Aksioni gjatë i vllaznisë që përvon me çdo mënyrë një gol barazimi, që do të ishte i vlefshëm në llogaritë e kampionatit, duke parë që Elbasani po mundet. Elmando Gjini. Gurishta. Nuk përvon kryesoj, lë për Kubazin. Vjen arkimi dëshmëri Kubazit me kokë. Dodaj, çfarë ka humbur? Kevin Dodaj. Arkimi mirë i Kubazit. I vjet kohën ku kundërshtarit Kamara që humbë Dodaj në këtë duel. Gjyqtari i bën më shenjë kanes të ngrihet, janë thjesht makinacione për vonesa loje, sipas tij ngrihet me njëherë kane. Ademola për Arli për Gjonin. Arin vllaznia dëshmon ta marrë topin, Dodaj lëvizje e mirë, drejt qendrës për Kallakun që ka shumë hapësirë aty. Preferon pasimin më të parën për Gurishtën. Vjen arkimi drejt zonës, pak i fort, Murataj, ndalet nga Uzolt, se dhe njërë Murataj, Kubazi pas ka pretendim, ndërkohë Dodaj që vion t'jeti shtrirë në fush, sala nga distanca, as forcë dhe as saktësi blokohet. Kjo është episod tjetër më vjole, vion aksionin ndërkohë, Gurishta, Bruno. Topi drejt Ademolës, Gjini përvon ta blokoj me forcë fizike, sepse dukshëm është më i shpejt, Ademola dhe më pas me një goditje nga Elmando Gjini. Ndërkohë pretendimet ende për parë situatën e Dodajt në zonë nga futbollistët e vllaznisë. Aty i kanë shpresë tashmë. Për momentin kemi këtë faull në dëm të Ademolës, ndërsa regjia propozon pikërisht rastin. Pengimin e Dodajt nga Stojlov. Murataj më pas në vim të aksionit pati një super mundësi për të shënuar. Ka përshimi që e kontrol në VAR ka përfunduar. Tashmë është momenti i dy zëvendësimeve të fundit të Bylisit. Do t'jetë në fush për Ndreca dhe Guilherme Ferreira. Largohen Kamara dhe Përgjoni.
Stojlov do t'i dhe i që do të kërësoj. Vjen herkimi I tij me goditja e Markut që ka shkaktuar faul në sulm. Një faul në duke shumë I ashpër. Kanë dalur lojën për faul gjyqtari. Faulin ndaj Salës e kalon pa karton. Diçka më shumë se 4 minuta nga fundi. Vjen erkimi I Tafilit, shkon drejt në duart e Ozolës. Dorsa këtu shohim në një faulin e përndrecës është e pabesueshme se si nuk mund të ndëshkohet me karton të verdh një ndërhyrje e tillë me kaq shumë intensitet. Sa do t'jetë fakti që përndreca I sapo ishte I futur në fush për 1 minuti, ishte faul I parë I tij. Burishta. Sala. Me kokë goditja e Kubazit e gabuar, me sa duhet ka pasur një devijim final, do të kemi goditje nga këndi. Vjen krosimi, nuk arrin askush nga lojtarët e Vllaznisë të godas. Murataj. Bajrami. Vjen erkimi I Bajramit tashmë. Gjinin kreun tjetër. Provon ta kthejnë qendër e humbet shansin e goditjes Tafili. Kubazi. Provon ta dërgojë edhe një herë tek Tafili. Gjini përfiton. Provon bukur për të gjetur Tafilin. Ka goditje nga këndi. Prekja fundit e Koxhis. Vjen krosimi, drejt qendrës, përndreca me kokë. Topi mbetet ende në zonë Ademola, provon ta nxjerrë prej aty Walison mundis kundër sulmit tashmë për Bylisin. Janë të shpejtë Walison, mjaft mirë e Don Murata I bën shpëtimtarin. Sala e kthen prapa, Kallaku. Për Dodajn. Provon të nxitojë Vllaznia, Dodaj 1-1 me Aurel Markun. Pasimi I tij drejt Tafilit. Tafili nuk kuptohet ideja e tij nga Dodaj. Sigurisht tashmë energjit vijnë duke shtërruar. Minutat që kalojnë janë aleati më I madh I Bylisit. Tensioni shtohet tek Vllaznia dhe bën që të gabojnë dhe pasime shumë thjeshta, shpeshherë. Gurishta. Ndërhyrja e përndrecës ndaj Kubazit tek topi. Do të kemi rivenjansore. Gurishta. Vjen tot drejt zonës Murataj. Murataj drejt qendrës Balaj, më pas Dodaj, nuk e ka mundësinë e goditjes, e lë pas Tafili faulli dhe ka goditje dënimi në hyrje të zonës, kartoni verdh për Dimov. Duhet parë pozicioni sepse ishte shumë pranë hyrjes së zonës. Dhe nëse ka qenë mbi vi kontakti,
mund të ndryshojë vendimi, sigurisht nga një përsëritje do të qartësohemi të gjithë. Për momentin ka një goditje dënimi në një pozicion shumë të rrezikshëm, por ta shohim pikën e kontaktit kur ka ndodhur. Sparkata e Dimov, kam përshtypjen që rrezikon shumë Dimov. Edhe mund të konsiderohet mbi vi pika e kontaktit. Për gjyqtarin ka qenë goditje dënimi dhe vari që saktëson gjithçka. Vendos nëse ndryshon apo jo pikën e kontaktit. Për momentin kam përshtypjen po vijon të kontrollohet nga sistemi VAR, vijon procedurën vendos murin mbrojtjes arbitri Andi Koçi. Sigurisht diçka që me pamje ndoshta slow motion, me pamje ngadalta, vetëm ashtu mund të krijosh një ide qartësisht. Me të sparkatë rrezikoi shumë Dimov. Ka shumë pika godice, duhet thënë Vllaznia. Në këtë situatë, Sala mund godas me forcë, Balaj më i mundshmi. Por aty qëndron dhe Dodaj. Vendos edhe një futbollist poshtë barrierës së shkene për ndonjë goditje rrafsh me tokën. Portieri Ozolc janë dhënë 5 minuta shtesë, pam 2 lojtarë të ndërshkuar për protesta dhe Kanesh ndërshkuar, po ashtu Dimov për faullin. Shlarguar dhe Dodaj nga përshtypjen Balaj është goditsi. Niset Balaj, Ozolc në shtytjen e tij provoi me forcë bekim Balaj. E ndal Ozolc. Melos Bajrami. Gurishta. Bajrami përvon të ndroj krahun e lojës. Eslicala. Kallaku. Largon me kokë Dimov. Demole ka dalë të marrë pikërisht atë që donte nga situatë. Një faull frymarrje për Bylisin. Vora ka shënuar dhe golin e 4 dhe Elbasanit, çka do thotë se situata në kreun e renditjes nuk ndryshon as pak. Tirana ka fituar ndaj Teutës. Flamërtari po ashtu thellë ndaj Partizanit. Dhe tashmë nëse Bylisi ruan avantazhin, do të kemi, siç thash, 4 skuadra me 38 pikë dhe Flamërtarin 35 pikë. 5 skuadra në garë për mbijetesë 2 javë nga fundi. Shohim fillimisht edhe 1 minutë e gjysmë që ka mbetur nga sfida jonë për të parë një verdikt final, një panoramë përgjithshme. Sepse në sfidat e tjera gjithçka është e kryer. Dinamo Egnatia nuk është mbytur, por ama është me 2 gola diferencë udhëheq Dinamo. 2 gola të Manlomos. Të treja skuadrat e krejot pra Vllaznia vërtet është mundur sot, por një humbje pa shumë dëme, sepse janë mundur dhe Elbasani me Egnatia, në 2 rivalet e saj në luftën për titull, por ama vërtet humbja është pa dëme, por shpërdoron një shans të artë për të shkuar në vendin e parë. Tu marrja shumë e mire Wallison dhe ka simulim sipas Andi Koçit në minutën e 95 pretendon për penalti Bylisi. Topi që shkon në rivënjë anësore. Shohim nëse do të pres për të parë ai moment nga vari. Gjyqtari Andi Koçi. Në atë situatë ku Wallison pretendoi për pengim nga ana e portierit. Ta shohim dhe në mendimin e regjisë për ndresa që nisi topin shpejt.
Këtu Alisson e shmangu portierin dhe kontakt ka. Gjyqtari do të shkojë ta shoh dhe me gjas do të kemi penalti për Bylisin në fundin e kësaj sfide. Dukshëm kishte kontakt Alisson që e shmangu portierin. Kjo është pa me që i servire të gjyqtarit Andi Koçi. Nuk besoj se ka shumë vend për pikpyetje. Dhe Bylisi dhe shmëky mund tjetë episodi i fundit edhe Bylisi po shkon drejt fitores, një fitore që mund shkojë në 0-2, nëse kjo penalti që akordohet nga gjyqtari Andi Koçi do të shndrohet në gol. Çfarë fundi kampionati dramatik për sa i takon fundit e klasifikimit. Dhe da marrë për sipër Gjorgi Stojlov. Stojlov përballë Jukaj, që ka mundësinë për të korrigjuar gabimin e tij, nëse mund quhet gabim sigurisht, sepse ne duhen 1-1 portieri, nuk është se ka shumë faj nëse mposhtet nga sulmuesi. Vjen zjelizimi, niset Stojlov, godet! Stojlov i vë kapakun kësaj sfide. 0-2 Bylisi, që mund vllaznin në Loro Buriçi. Vjen dhe finishi i kësaj sfide. Vllaznia që humb një shans për të prekur kreun. Pasumjes e Elbasanit mundet edhe ajo vetë. Kjo është festa e Bylisit në një pjesë të dytë shumë të mirë me 2 gola. Në poshtin vllaznin e Loro Buriçi, penaltia perfekte e Gjorgi Stojlov në 3 këndësh, edhe pse e kuptoi kraun Aron Jukaj. Dështojnë dhe njerë skuadrat e Kreut që triumfojnë skuadrat e fundit e klasifikimit. Kjo është panorama e kësaj jave të 34 të hapjes superiore. Bylisi mund vllaznin, ishte gjithçka. Miqtë të televizionit shqiptar.